Mirëmbrëma, kryemontazheri i cili ka hi edhe ronë me frikë, rrezik si sultani kërkon të mbaj roje edhe në gjumë. Kryemontazheri që s'ka asnjë shok, me të gjithë shokët e zënë, u ka futur të gjithëve, përfiton dhe në fund t'ja u fut. Përsëri sot nuk rindet dot pa bodyguard, e ka kap paranoja, i duket sikur gjithë duan t'ja futin, ka bërë shumë armiq kryemontazheri. Përsëri sot vazhdojnë ato çudirat që ndodhin atje ke grupi mikrofonit, se populli del me gjithë zemër atje të protestoj kundër piktorit me qellota, që po e shet gjithë jam shumë Shqipërinë ke sionistët, dhe e shedhur nga preri globalist i sorosianëve ke preri globalist i sionistëve. Madje në disa informacione që kam unë, ai kërkon t'ju japën 100.000 gjujshve të Izraelit, që vinë largohen nga Izraeli, nga Afrika e luftës me Turqinë, por ndoshta me futjen në luftë dhe të Egjiptit, Iranit dhe Arabisë Saudite, luftë e cila mund të përfundojë dhe me goditje bërthamore me anë taktike. Dhe i gjitha kjo është një lojë që bëjnë këta, janë një klub të gjithë, Erdogani, Netanyahu, Bin Selmani, këta vllazëria muslimane, Egjiptit, e gjitha janë bashkë në një klub dhe planet i bën regjizori i padukshëm dhe në fund do përdoren armët bërthamore për të vrarë sa më shumë njerëz në këtë zonë. Po është ai projekti Izraelit për përdorim në armëve bërthamore, i cili mund të ketë rreth 1.000 armë bërthamore që mund të godasë dhe vendet tjera të Evropës, si Itali, Spanjë, Francën, dhe Ballkani shikohet si një vend më i sigurt, i cili do të ketë pasoja nga rrezatimet dhe nga ndotja e ajrit, por që në një farë mënyrë mund të mbjetoj dhe ta kaloj këtë fazë të goditjeve bërthamore me armë taktike, të cilat veprojnë një rreze të ngushtë. Aty ka çudirat të mëdha. Dritan Goxhaj, i cili është miku im, po është bërë për qarë halli një shkreti. Të gjithë thonë është një njeri që nuk të shikon në sy kur të flet, dhe bashkëpunon me një pjesë të muslimanëve, të cilët janë bashkëpunojnë me grupin e flamingove ose me homoseksualët. Madje është e çuditshme se një person për cilin unë kam patur respekt për një akt humanitar të fuqishëm, Baki Hoxha, më kanë thënë që gruaja e tij drejton flamingot. Nuk do të dëshiroja që kjo të ishte vërtet, por këto janë çudirat shqiptare dhe mbi të gjitha shkëlqen plaku i rjedhur Fatos Lubonja, i cili qëndron vazhdimisht në mes të flamingove. Ky ndyrësirë që ka shitur lëkurën për 5 lek tek globalistët, ky anti-shqiptar që ka luftuar gjithmonë kundër figurave kombëtare shqiptare. Gjithashtu i fuqishëm aty është organizatori që lot topin, është Lisandër Saraçi. Skuti me zëçkën në ovë, kazerin e ovë, i cili është trimëruar sepse është një plesht në kurizin e një gjigandi, menaxhon parat dhe përpara këtij zërin më toll e ka kryemontazheri, i cili i kërkon në një zarf në fund të
ditës së punës dhe një pjesë të vogël të zarfit gënjen bodyguardët, kurse me pjesën tjetër i fut në xhepin e vet të madh. Përsëri nuk po e lëshojnë mikrofonin, po përpiqen ta kontrollojnë dhe ta mbajnë me forcë, dhe nuk e di çfarë do bëjnë kur të vi diaspora. Diaspora i shikon të gjitha këto postimet e mia këtu në Facebook, të cilat shkojnë nga 150.000-200.000 shikime, dhe tashmë situata është në problem të dorës. Njerëzit thonë bashko të rëzojmë Ramën me ne. Ku të vi unë? Të vi aty dhe të shikoj kryemontazherin që me zilit 2 llafe edhe me telefon kur ja shkrua në Edison Lika që s'di të lexoj, edhe të dëgjoj intrigantin kryemontazher që mban mikrofonin, dhe ne që kemi luftuar, kemi me vite të tëra për të ndriçuar mendjet e atyre që kanë qenë në gjumë, edhe të vi të dëgjoj unë kryemontazherin i cili është zgjedhur nga kushurira e vet sorosiane dhe nga dhëndri i vet, pra buri i Patnikës është zgjedhur nga Sorosi dhe janë stërvitur se si të kapin protestat popullore, duke vendosur në shesh një mikrofon me 10 bodyguard dhe duke gjetur një intrigant i cili mbledh ca miza rreth e rrotull, duke u dhënë nga një 5 lekësh dhe duke shitur shpirtin për kauzat e Sorosit. Mos harroni që këta, në qoftë se prishet kontrata e Sazanit dhe në qoftë se del Velia nga burgu, këta me njerë të gjithë heqin mikrofonin dhe largohen. Kjo ka qenë kërkesa e Sorosit për të mbyllur protestën në takimin me Ramën, i cili nuk e ka pranuar sepse nuk e ka pasur besën se mbas daljes kuçkës Velia nga burgu, problemet e tij do të shtoheshin dhe Soros do të ishte i pabez dhe i pamëshirshëm për tradhtinë që ai bëri. Soros shfrytëzon naftën shqiptare dhe mendohet që ka 100 milion në vit ose 1 miliard e 200 milion dollar në vit nga ferma e kafshëve të cilat ai konsideron të vetat dhe nuk lejon që në këtë fermë të hyjnë luanë të rinj, dhe kjo është arsyeja pse OIF-et e Sorosit janë në protesta dhe mbajnë në çdo kusht mikrofonin. Njerëzit më thonë, hajde Alfred, bashkohu me ne të rëzojmë Ramën. Po, unë jam shahis që nuk llogaris një lëvizje. Unë jam një shahis që llogaris 3 ose 4 lëvizje. Unë nuk dua që mbas një lëvizje të kapemi mat. Unë dua të bëj disa lëvizje dhe mundësisht ta fitojmë ne, nacionalistët dhe adhetarët lojën. Gabuam në 90-ën se s'kishim eksperiencë, ishim studentë dhjetori. Gabuam në 97-ën, gabuam si shqiptar në 2005-ën, kur Nano Shurashi i dha Partinë Globalistëve të Sorosit me Piktorin, duke dhënë Partinë Piktorit. Edhe Berisha u duk sikur gaboi në 2013-ën, duke dhënë Lul Shuraqit, por Lul Holandezit, por Berisha më pas nuk e u pati besën dhe ju tha globalistëve që tortën i ta Sorosit nuk do ta hani vetëm ju, po do ta hamë edhe ne shqiptarët. Dhe lufta me Sorosit për të marrë gjithë fermën e kafshëve në pronësi të vet, me doktorin dhe me PD-n, ende vazhdon dhe ata shpresojnë
që ta zënë shamat me spakun. Të shikojmë se çfarë do ndodhë, por PD është një parti që është luftuar shumë nga globalistët dhe nga amerikanët, të cilët ishin në kontrollin e globalistëve të Sorosit, sidomos gjatë kohës së demokratëve të sekretarit shtetit Clinton dhe këtij këllirës që ishte me Bidenin, se s'po më kujtojnë, Blinkeni, cili ishte një Jewish, një këllirë, një fundorin, dhe këta u përpoqën ta menin të gjithë tortën për vete, por në fakt Berisha nuk e u ka lënë një copë të tortës, po ai po e mban për vete, por nga lufta me këta Berisha është me shumë plagë dhe i dëmtuar dhe Partia Demokratike, kurse si nuk mund ta fitojë betejën nëse mbas këtyre protestave Rama të riqet, përse e merr një globaliste tjetër me rrezikshme nga mjafti si Elisa Spiropali. Berisha nëpërmjet spakut do kërcënohet ta lëshojë partinë dhe Sorosi do vi edhe një herë dhe do t'i bëjë ofertën që o lëri të tëra o t'i marrin të tëra. Pra, o lër të partinë, të funksionet në parti, o t'i marrim gjithçka çfarë ke me prona, me jetë, në kuptimin që jetët tuaja i futim në burg, të enden dhe të zenit. Dhe Berisha i gjetur në këtë pozicion shamat mund të detyrohet dhe të pranojë t'ja lërë partinë fundërinave si Gazbardi me kompani. Në këtë situatë, patriotët e shumë të demokratë do t'i gjenden pabusull dhe është shumë e nevojshme që përballë tyre tre poleve të globalistëve që mund të krijohen, që ata të marrin gjithë fermën e kafshëve në kontroll, është e domosdoshme të krijohet një parti e djathtë. Pasanikët shqiptar, shtresat e mesme dhe të larta janë në gjumë dhe nuk kuptojnë që se çfarë po ndodhet. Ata shkojnë në shkuma parti, bëjnë plazhe a shtetit, hanë peshke, mish, bëjnë gallat, bëjnë seks dhe kujtojnë se bota dhe jeta e tyre do të vazhdojë kështu dhe nuk e kuptojnë që një tektonik e thellë ka filluar në jetën e shqiptarëve, një tektonik që nuk ka ndodhur për 2-3 vjet. Kanë ardhur mysafirë të rrezikshëm dhe këta janë çujshët. Ku hyn çujshët, hyn skllavëria e popujve, hyn destabiliteti, hyn mungesa e kohezionit social, mungesa e prosperitetit ekonomik. Ata i duan të gjitha. Solzhenitsini tregon në një rast në një qytet ku erdhën bolshevikët në pushtet dhe në një qytet rus ku kishte vetëm 0.8% gjuhësh, ai thotë që u vendos kryetari i shërbimit sekret, u vendos gjuhësh i Çekës dhe të gjithë punonësit prej mbi 100 veta aty u vendosën dhe deri ke lulishtari gjuhësh. Ata kur i marrin të gjitha dhe nuk kanë skrupuj dhe nuk turpërohen se çfarë mendojnë ne për ta. Ata njohin vetëm forcën dhe jo të drejtën dhe logjikën. Jemi në një situatë të rrezikshme. Pse i luftoj unë këta të mikrofonit? Sepse këta kërkojnë të dalin në sy të shqiptarëve në rast të largimit të Ramës si shpëtimtar. Po këta nuk do të realizojnë dot këtë gjë pa bërë kompromis me qytetarët e Tiranës, të cilëve duan të bëjnë gol me lëvizjen e dytë. Ata duan të krijojnë ata bllokun shqipëriere ku të përfshihen të gjitha, Gjeni Karaj, Qori, Lapaj,
ku president duan të nxjerrin këtë vllahun Fatos Lubonja dhe antishqiptarin Fatos Lubonja, që mban veten si filozofi Fatos Lubonja. Dhe Sorosi i preferon njerëzit që vinë nga pakisat, dhe kudo ai vendos nga pakisat, sepse këta i ka më kollaj t'i largoj kurse dëgjojnë duke i ndërsyer shumicat. Pra kjo është një skem që e ka përdorur kudo globalistët. Edhe kanë të shkruar dhe në ato agendat dhe hartat e tyre të rrugës se si veprojnë. Shqiptar që dilni në protesta, gjithmonë duhet të shtohemi, por duhet të mblidhemi në një pol më vete. Shumica e protestuesve absolut, kur rrugët e Tiranës vërshojnë me protestues, janë nga nacionalistët, antiglobalistët, ndërsa kur orën e tafinave duan ta vënë globalistët me përmbarues krye mantagjerin. Krye mantagjer në qoftë se nuk largon bodyguardet, në qoftë se nuk lëshon mikrofonin, në qoftë se nuk bën kompromis me njerëzit që janë shumicë në bulevard dhe nga diaspora, ta dish që një rrugë ke të shkosh në Komitetin e Helsinkit, të mbarosh procedurat që ke filluar dhe një bilet one way, por të marrësh me vete dhe operativet e Sorosit të stërvitur për të rrëmbyer protestat dhe vullnetin popullor. Mentaxher 4 shtatori po vjen. Lëviz, luaj kartat me kujdes me gjithë kandidatin hije për president Shuraqin Fatos Lubonja dhe skuthin Lizart Arduc Saraqin, bankierin e kallirave, të dylberëve dhe të dylberëve, dhe të largosh edhe bodyguardët. Mësohu mantazher të jetosh pa bodyguard, askush nuk e ruan për ty dhe askush nuk të prek ty. Tung tung.